Në fund, nëse mund të na tregoni shkurt se si funksionon për një njësi të kohës një panel fotovoltaik i vendosur në Tiranë. Patjetër. Atëherë, këtu kemi dy raste impjantesh. I pari po prodhon 34 kWh në këtë moment, nga të cilat 22 po i konsumon direkt dhe pjesën tjetër diferencën 12 kWh i kalon në rrjet. Këto 12 kWh regjistrohen si energji e prodhuar e futur në rrjet, pra në formën e kreditit, po themi, tek biznesi, dhe gjatë orëve të natës, për shembull, ose një ditë më vonë, kur ai konsumon dhe nuk po prodhon, bëhet balanca mes atyre që ai ka futur në rrjet dhe çfarë ai konsumon nga rrjeti. Po të dhënat aty përfitimet mjedisore, çfarë tregojnë? Atëherë, të dhënat për përfitimet mjedisore e krahasojnë nëse kjo energji do ishte prodhuar, po themi, me karburante fosile që mund të jenë nga qymyri deri tek nafta apo gazi. Dhe kjo tregon që për pak kohë që ky impjant ka që është futur në prodhim, sepse nuk ka asnjë muaj, ka kursyer, po themi, këtë sasi dioksidi karbonit të emetuar në ambient. E konvertuar kjo edhe me, po themi, pemë të mbjella. Jemi në rastin tjetër, kur subjekti po konsumon më shumë se sa po prodhon impjanti. Në këtë rast, të gjithë sasinë e energjisë po prodhon impjanti, ai e konsumon dhe ndërkohë merr dhe nga rrjeti sasinë tjetër që i nevojitet. Kjo ndryshon në çdo kohë të ditës? Kjo ndryshon në çdo moment të ditës në varësi të sa prodhon impjanti dhe sa po konsumon, po themi, subjekti. Ky është cikli 24 orësh i konsumit të energjisë nga ky subjekt, nga ky klient, po themi. Ka konsumuar, sepse matet nga ora 12 e natës, ka konsumuar rreth 3.7 MWh dhe ka prodhuar deri në këtë moment 1.5 MWh. Kjo është diferenca që ai ka konsumuar direkt nga rrjeti, që janë 2.2 MWh. Po nëse shohim javore ose mujore, se po shoh aty për mbledhjen. Po, mund ta shohim. Ky biznes aktualisht po prodhon 211 tash që u updateua kilowattor për në moment, nga të cilat 117 po i konsumon dhe 94 i depoziton në rrjet. Po të shikojmë bilancin mujor për muajin mars, për shembull, se ky është bilanci i muajit mars, ka prodhuar 48 MWh, ndërkohë që ka konsumuar 40 MWh. 8 MWh kanë kaluar në rrjet dhe regjistrohen si energji e akumuluar rezervuar. Praktikisht këto janë bateritë, po themi, që do kishte nëse do investonte, dhe mund i konsumojnë vazhdimësisht deri në fund vitit. Nëse teprica në fund vitit është përsëri pozitive, atëherë me ligjin aktual, me udhëzimet aktuale, kjo teprit zerohet. Nuk është se, po themi, ka një përfitim, por do të kemi parasysh që impjantet ndërtohen të tilla që të plotësojnë konsumin e biznesit dhe jo të krijojnë teprica. Prandaj quhet për vetë prodhim dhe vetë konsum.